Fillon nga e para me Boni Sala. Vëri veshin, o Zot, lutje sime, dhe trego kujdes për britmën e përgjërimeve të mia. Unë të kërkoj në ditën e fatkeqësisë sime, sepse ti do të më përgjigjesh. Shumica prej nesh janë të kushtëzuar të bëjnë gjithçka mundemi për të shmangur një ndarje emocionale. Kemi frikë të humbasim kontrollin, e lëre më që dikush tjetër të shohë sytë tanë të fryrë. Pse kemi kaq shumë problem të dukemi të pafuqishëm? Do provojmë gjithçka mundemi përpara se të shkojmë tek Zoti të zhytur derisa s'mban më. Në dhembjet tona, madje mendojmë se Perëndia është më larg se kurrë. Por sa shumë lart do të ngrihemi nëse përulemi përpara Perëndisë? Thyerja është si një kopsht bosh që pret të ulëzojmë me prekjen e Zotit. Në përulësi, ne gjejmë ndihmë, strehim dhe prejje pranë zemrës së Perëndisë. A e dinit se mund ta derdhni zemrën tuaj të vërtet para Zotit? Madje edhe mendime të shëmtuara, plot zemrim dhe të mira, nuk kemi pse t'i fshihemi sepse Zoti nuk ofendohet nga sinqeriteti juaj. Perëndia na siguron se ai na dëgjon dhe se premtimet e Biblës janë edhe për ne. Ne do të shpërblehemi për besimin ton në premtimet e tij. Të derdhim zemrat tona është thjesht një zbrazje nga të gjitha problemet në praninë e Perëndisë. Psalmistët ishin mjeshtra të kësaj gjëje. Lexoni fjalët e tyre për të ndihmuar që të shprehni se sa dëshpërimisht dëshironi të dëgjoni nga Perëndia dhe sa shumë dëshironi të merrni shërim. Kërkoni një zemër të re, një ndërgjegje të pastër dhe një llamp për të ndriçuar rrugën tuaj përpara. Madje mund të shkruani një psalm tuaj për të praktikuar dorëzimin e kontrollit të emocioneve tuaja tek Perëndia që kujdeset kaq shumë për ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.